Selamu alaikum, thotë e përshëndes hoxhën, thotë pjesët jam I martuar, thotë gjithashtu thotë kam fëmijë, por thotë kam thotë edhe një gru jashtë niqajit, thotë çka është po thotë punë, thotë a është haram apo jo? Gruan e ditë që e ke jashtë niqajit, kjo është haram, normal, se kjo është zina, lavir. Vetëm se të ke drejta ti gjithashtu 2 gra, 3 deri në 4 gra me I pas në kuror. Për ata nuk e di pse ke jashtë niqajit. Nuk e kam qartë pse se ki kolorizu, pse se ki bon një qa, apo I frigën prej njerëzve, e nuk e I frigë Allahut Azza wa Jall, kurse faktikisht ti Allahut Azza wa Jall më ju frigë, është ma meritore dhe më përparsore, për shkak se Allahu Azza wa Jall ka bo haram njeriu që ketë kontakt me një gru pa një qa, pa kuror, ka është haram prej gjunave të mëdhaj. Wallahi, ka të regu një shok, një vlla, për një rast të cilin nga të regon një njeri që e ka voros një njeri të çuditsh. Pra ndëgjoj këtë rast, ndoshta ky rast do t'i sjell dobi atinve të cilët nuk e kanë parasysh një haram që Allahu Azza wa Jall I bën. Thot në tregon një njeri I cili I lan xhenazat, tha e kanë prunë një njeri të moshuar thuj 40 vjeçar. Tha e kishin bështjellën me një qebe, kanë prunë për ta la. Tha kur e kam spuluan këtë qebën, tha e kam pa I gjegur gjisa trupi I tij. Dhe faktikisht nuk kam pa gjenaze më të tmerrshme se ai. Tha kam fillu me la, tha e kam pregadit, tha ka fillu mundzi. Tha duke e pastru unet e poshtë, tha kur ja kam ngrit kokën të përpjet, tha më ka frikë edhe mu. Tha gua e tij kishte dalën thuaj gjys metër. Jashtë I kishte dal gjumë. Tha subhanallah. Tha kur e pashu që dita u të merë. Tha gjemte ati që më shoqëroshin duke e la hikën prej gjenazës babës e ti. Tha e pash në qafën e ti sikur që ishte varë. Tha duke e pastruën, tha duke e pastru kokën, tha kur e kam kthi nga ana e mbrapshme me la, tha e kam pa gjithashtu zora valla. Tregon ai njeri që është besnik, që është një hoxh I cili mirët me larjen e të vdekurit, tha e kam pas zora e trash I kishte dal jashtë, prej zorës trash ka dal një kërrim. Prej zorës trash ka dal një kërrim, tha, dhe ka hecë mbi dorën tim. Tha më ka frikë këj rast, dhe nuk pe di çka po ndodh, kur në jetën time s'kam pa gjenaze më të shëmtum se ki. Tha e kam bështjell me qefin, e kemi morë me qunë varë, tha besoni, tha nuk donte me hin varë, si nuk donte, tha I hapte kom nuk donte me hin, I hapte kratë, tha nuk donte me hin, tha u paraqita në telefon një shokët, një hoxhës dhe po e pyet çka të bojmë, tha përpiqnu, tha u përpiqë me ata, tha kur e kemi shlu, tha në varë, ka nxerë një zonë si kursi, me pasra një qelë shpi larkë edhe mu pasthi. Edhe një gjenazë e të mërshme kam zbript në varë, tha besoni kom të mija nuk prekin tokë. E pyta ato gjën, tha mblone me dhe, tha e mblum këta me dhe, amo besoni tha se 4-5 ditë sën kam flet prej të merrit madh që e kam pa. Tha shkova në ngushëllime, çka me shku? Tha shkova të shtëpia atinve, tha e pash, tha se dera ishte kone mbyllë. Tha dera ishte kone mbyllur dhe nuk presi njerëz për ngushëllim. Tha shkova te dyqani që ishin pas afër dhe po e pyes dhe po I tham a nuk ka pas një rast vdekje këtu afër këtë ditë, tha po. Tha po çka puna që nuk presin njerëz? Tha Allahu e mallkoft. Tha subhanallah. Mos e mallkofat një të vdekur, se ne të jena të ndaluar me mallku të vdekurin. Tha po kna nuk një jo të vdekur me përmendje veç në mirë, tha e përsërit edhe thonte Allahu e mallkoft. Se çka ka bon? Tha ki ka dal pe shtëpisë vet dhe ka shku me bo zina me një gruan e kojshies vet. E kanë zonë ato, e kanë byt dhe e kanë gjek për s'gjall. Pra vllai dashur musliman, vetëm një rast I vogël që Allahu Azza wa Jall na I çek në dunja para ahiretit, ke kujdes vllai dashur musliman, lidh kuror para se dilsh me Allahun Azza wa Jall, për shkak se mëkati zinaja është prej gjunave të mëdha, Allahu na ruaj.